e ka sqaruar gjykata kushtetuese. Legjislacioni në Kosovë për ligjit për ruajtjen e dokumenteve, arkivave dhe dhënave të tjera nuk garanton. Pra askush s'ka detyrim në Kosovë, asnjë institucion që mirret me qoftë çështje pronësore, për të thënë agjencia katastrale, qoftë gjykatat ose notarët ose bankat qendrore apo edhe bankat private, që në periudhën më gjatë se 10 vjet ti ruaj dokumentacionet që kanë bëjnë me transaksionet pronave ose me transaksionet të çakullimit juridik të kontratave etj. Dhe gjykata ka sqaruar mjaftësisht që këta persona, të cilët do t'ju zbatohet kjo procedurë, në rast se ju verifikohet pasuria të azëm në vitin 2012, që e te kalon afatën 10 vjeçar, këta persona kanë me pas ose kanë me qenë në pamundësi objektive me kërku dëshmi tek këto autoritete. Po a i bjen një farë lloj amnistie? Po me një farë forme po. Se po amnistohen, njerëzit mund të kenë përfituar në mënyrë të pajustifikueshme, mund të kenë jenë përfshirë në afera korruptive vitin 2011 dhe ata mund të amnistohet përmes saj, apo jo? Varet edhe a janë apo nuk janë në pozicion publik ende. Sepse ka shumë rëndësi edhe je apo jo ende në pozicion publik dhe ka afate që ligji, unë besoj që edhe në afatet kur fillon procesi i verifikimit të pasurisë, ka një farë lloj diskrepance sepse mes periudhës kur don nga 17 shkurti 2008, ekziston një periudhë 5 vjeçare pas pushimit mandatit, që e thot atje paragrafi 3, dhe ekziston një periudhë 10 vjeçare thot pas pushimit mandatit përsëri. Pra ka një lloj dileme dhe qartësie në kuptimin e sigurisë juridike se cila është periudha konkrete e saktë kur mund të inicohet verifikimi i pasurisë. Ishim të bisedu për çështjen e barës së provës, sepse ky përmend i prek elementet e barës së provës në kuptimin e dëshmisë. Drafti fillestar, i cili është rrëzuar në gjykatë kushtetuese, e ka pas të përcaktuar mundësinë që bara e provës kryekëput t'i takoj personit ndaj të cilit zhvillohet procedura. Dhe gjykata kushtetuese, kur e ka vlerësuar këtë çështje, ka konstatuar që nuk mund t'i lihet barë e provës në mënyrë ekskluzive palës ndaj cilit i verifikohet pasuria. Pse? Sepse t'u prek afatet dhe t'u i konsideru këto afatet që fillon ta zëm nga 17 shkurti e tutje, pasuria e fituar nga 17 shkurti e tutje, gjykata ka gjetur se këta persona gjenden në pamundësi objektive që në atë kohë me i garantu institucionet e Kosovës dokumentacion nëse ata kanë lidhur ta zëm, kanë blerë një banesë dhe kanë lidhur kontratë të shitblerjes dhe të noterizuar të ndonjë notar, shembull. E në atë kohë në Kosovë s'ka pas notar. Ka pas notar, jo noterizuar për gjykata, po autoritetet shtetërore s'kan detyrim që me ta ruajë ty dokumentacionin më gjatë se 10 vjet. As bankat. As bankat. Pra nuk mund të gjesh të dhëna në bankë. Mirë. Nuk mund të gjesh në bankë të dhëna para 10 vitesh nëse ke marrë një kredi për shembull. Deri në 10 vjet po. Po pas 10 vjetëve banka si institucion, ta zëm se po flasim kështu bukfalisht, nuk ka detyrim ligjor ty me ta ruajë atë dëshmi. Po duat të flasim pak. Ajo e fshin e azhëson dhe nuk ekziston më ajo dëshmi. Okej, po duat të flasim qartazi që ju merreni me këtë çështje, jo gjithë edhe ata që na ndjekin e kuptojnë saktësisht për çfarë po flasim. Pra po flasim për një proces i cili sipas jush mund të na sjell telashe të mëdha, për shkak se nuk mund të jetë i zbatueshëm sipas interpretimit tuaj, për shkak se s'ka dokumentacion që mund ta dëshmoj pasurinë e dikujt para 10 vitesh. Mbi 10 vitesh. Mbi 10 vitesh. Sepse deri në 10 vite ki drejt me e fillu inicimin e procedurës e verifikimit të pasurisë. Po brenda këtij 10 vjeçari, zyrtari publik që do t'i nështrohet kësaj procedure, duhet spaku që ai nga momenti i pushimit mandatit mos kenë kaluar 5 vjet. E kupton? E kuptoj. Nëse unë kam qenë funksionar në vitin 2015 dhe ka pushu mandatin në vitin 2015, ky autoritet ka të drejtë maksimum deri në vitin 2020 ma inisoj procedurën e verifikimit pasurisë, ose aty thot, është edhe një afat tjetër thot, përjashtimisht mund shkoj kështu deri në 10 vjet. Po kjo pastaj sjell dilema. Sepse ti nëse nuk ja fillon në këtë 5 vjeçarin e parë, pse duhet t'ja fillosh në 5 vjeçarin e fundit, hetimin e pasurisë atij personi. Por megjithatë, ligji shkon deri në 10 vjet, si afat ose themi ashtu si kufi maksimal. Jetimit dhe verifikimit të pasurisë që mund të zbatoj kështu byroja. Për sa rrim për publikun, autoriteti i byros nuk konfiskon pasuri. Autoriteti i byros vetëm zhvillon procedurat
e verifikimit, një falloj hetimi administrativ, mbledh dëshmi, dokumentacion, prova, sinjalizime ose informata të ndryshme, dhe bazum në ato informata, duhet t'i vlerësoj gjasat reale që ekzistojnë apo jo dyshime, që është apo jo pasuria pa justifikime. Çka ndodh mas kësaj? Sepse është e rëndësishme, më falni zoti Bugaçku, sepse është krijuar një perceptim, lesh mund të them, edhe nga ndoshta përplasjet politike, që kjo byro thjesht e bën komplet edhe gjyqin. Jo. E para, autoriteti i byros nuk bën gjyq, por zhvillon hetim, zhvillon verifikim. E dyta, autoriteti i byros nuk çon burg, se do të mjasarrojë publikut, për dallim nga mekanizmi penal i konfiskimit të pasurisë, ku ti edhe dënohesh për vepër penale, edhe më në burg, por të konfiskohet pasuria nëse vërtetohet që është fituar në mënyrë të kundërshme. Te procesi i konfiskimit civil të autoriteti i byros, ti mund të hetohesh për një pasuri që dyshohet se është e paleshme, por nuk përfundon në burg. Ma e pakta që mund të bëhet është, ose ma e shumta që mund të bëhet është të merret ajo pasuri. Të konfiskohet, mirë po, të konfiskohet jo me vendim të byros, por me vendim të gjykatës. Pse? Sepse në momentin kur autoriteti i byros zhvillon hetimet, mbledh informacione dhe e ndërton, të themi ashtu, të kërkesën për ose propozimin për konfiskim, atë propozim e dërgon në gjykatë. Dhe duhet ta mbijë gjykatën që të provat që ka mbledhur, dëshmitë që posedon, japin bazë mjaftueshme për me u vërtetuar që pasuria është e palishme. Lejo këtu. Tash edhe këtu është një çështje. Çdo herë thuhet kur fillon një proces gjyqësor, po qoftë edhe kjo i verifikimit, reputacioni dikuj edhe mund të shkoj. Dhe e dim që gjykatat nganjëherë janë shumë të vakta, janë të ngadalshme me procedura që duhet provuar dyshkallshmëria. Po pra, vetëse derisa të bëhet kjo, dikujt mund të shkojë karriera politike, mund të përdoret politikisht. Kto kanë qenë rezervat njerëzve që janë marrë me çështjen e ligjit për verifikimin e pasurisë. Si e shihni ju këtë si proces? A e shihni sfidues, pra si një jurist? A e shihni faktin që njëjta byro mund të përdoret për ta dëmtuar dikë politikisht, ani pse në fund mund të rezultojë këtë diçka tjetër? A keni këtë dilemë? Ka dilemë. Edhe ekziston ky lloj perceptimi që mbase si mekanizëm mund të përdoret më shumë vetëm si një mjet politik, ose një ndjekje politike, ose një luftë speciale politike ndaj kundërshtarëve politikë e tjerë. Por ligji, mos ta harrojmë se ligji ka përcaktuar edhe procedura se çfarë ndodh në rastet kur personi i cili pavarësisht iniciimit të procedurës rezulton që pasurinë e ka të lishme. Rezulton me vendim të formëve shprehje të gjykata në Kosovë që pasurinë e ka të lishme. Dhe këtu në anën tjetër mund të kemi dëmtim të buxhetit të Kosovës. Pse? Sepse këta persona që dalin kushtimisht që pasuria e tyre legjitimohet dhe del që është e lishme, këtë procedurën që e ka zhvilluar ose bëroja ose gjykata, ka më dhënë mundësia këtyre personave që me u kompenzu. Me u kompenzu financiare. Me pa ditë shtetin dhe byron për iniciimin e procedurave të pabazuara në kuptimin e dyshimin mbi pasurinë e pajustifikueshme. Dhe këta persona, varësisht sa do të jetë numri i tyre që do të hetohet, e tu e pas parasysh që është numri i madh i zyrtarëve publik që mund të instruojnë këtë verifikimi, unë nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë kësi lloj padije ndaj shtetit Kosovës dhe të ketë humbje milionave eurove të buxhetit të shtetit Kosovës nga pamundësia e byros që ta vërtetoj pasurinë e personave në fjalë që është e pajustifikueshme ose që është e palishme. Okej,